Viteve të fundit në ka karakterizu një situatë me një qeveri e cila ka polarizu, e cila ka bondarje, e cila ka premtu, e cila ka përmbush pak premtime, e cila ka përqa, e cila ka bot drama. Kjo duhet ndërprehet. Ka premtu shumë, ka realizu pak. Çmimet janë rrit. Çmimet e artikujve bazë janë rrit 40, 50%, e ka edhe 100%, e mbi 100%. Një prej tyne është çmimi i energjisë elektrike që ka përkesu standardin e jetesës gjithë qytetarëve të Kosovës. Kjo duhet ndërprehet. Po fillon një kapitull i ri, kapitull i stabilitetit, kapitull i zhvillimit, kapitull i shpresës. Ne do të ndërmarrim reforma për krijimin e një ambienti më të mirë për biznesin, edhe reforme në TVSH-s, edhe për kraje për bizneset prodhuese dhe inovative, edhe për kraje për gjithë farmerët, edhe për kraje për krajes me subvencione dhe grante, edhe për kraje për gjithë ato ndërmarrje cilat investojnë ma shumë se 500.000 euro dhe punësojnë ma shumë se 50 punëtorë. Fitores Partisë Demokratike të Kosovës, i gëzohem gjithna, i gëzohet edhe diaspora, që këto ditë është këtu në Kosovë, mirë se kanë ardhur në shtëpitë e tyre, në familjet e tyre, në Kosovën e tyre, sepse kanë kontribut jashtëzakonshëm, edhe gjatë viteve të 90-ta, edhe gjatë luftës, me financimin e luftës, me pjesëmarrjen e tyre direkte dhe aktive në luftë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, dhe sidomos edhe në zhvillimin ekonomik pas luftës, ku vetëm vitin e kaluar, Kosovë kanë ardhur nga diaspora mbi 1 miliard e 300 milion euro. Miliarda euro cilat kanë kontribuar në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Mirë se keni ardhur, kaloni festat sa më bukur, votoni sipas bindjeve të juve, e unë ju tham votoni Partinë Demokratike të Kosovës.